Përshëndetje. Ku jemi këtu me parashikrimin e datës 19, data 19 dhjetor të 2025. Duket se kemi një ditë që na jep mundësinë për të bërë zgjedhjen e duhur, nëse kemi të bëjmë me punën, nëse kemi të bëjmë me gjëra të rëndësishme, sepse duke ditur që data 19 që është dhe dita e afërditës, pra ditë e premte, na ndihmon, na jep udhëzimet përkatëse për sa përket zgjidhjes dhe problematikave që neve mund kemi. Duke pasur parasysh, duket se disa gjëra që lidhen në anën e punës, lidhen në lidhje në çështje mjaft të ndryshuar, por gjithsesi, duke pasur parasysh Neptuni që na jep një mundësi ose një kohë të rëndësishme, kjo do të thotë që vërtet gjërat zgjidhen dhe koha tregon që jemi me fat në anën e punës, në lidhje me karrierën dhe çështjet e tjera që do të diktojnë në anën tuaj. Por gjithsesi është një ditë ku mund të bëjmë disa përllogaritje, të shikojmë ku jemi, çfarë duam të bëjmë dhe ku duhet të shkojmë. Në lidhje me çështjet që kanë të bëjnë me disa udhëtime, edhe pse mund të merrni, nëse flasim për të marrë një vendim të rëndësishëm për sa përket ndryshim pune, juve që jeni jashtë në diasporë, unë do thosha prisni pak, mos u nxitoni, sepse nxitimet asnjëherë nuk sjellin dobi, përkundrazi probleme. Sa më të kujdesshëm jeni, aq më mirë për juve, sepse dita e premte gjithmonë na ndihmon në një farë mënyre për të zgjidhur problematikat ose gjëra të kësaj çështje. Megjithatë, kjo periudhë është periudhë reflektimi për gjërat tona, mundësi për që neve kemi dhe koha tregon për fatin dhe shansin ton. Por gjithashtu ka dhe diçka tjetër që nëse kemi një takim që mund të bëjmë, mirë është ta bëjmë nga dreka, do ishte më mirë për juve dhe e zgjidhni problemin që mund keni pasur. Tani, para se të fillojmë parashikimin e 12 mesazheve zodiakale, unë rikujtoj edhe një herë për ju që interesoni për parashikim të detajuar dhe doni që të zgjidhni një problem ose diçka që të keni, atëherë kemi pikërisht këtë faqen këtu, duke klikuar, duke parë se çfarë doni dhe ku doni paketat që neve ofrojmë, duke zgjedhur paketën tuaj dhe numrin përkatës të blerjes, jeni gati pastaj për të folur duke dërguar paketën dhe numrin përkatës të blerjes në sekretaria. Tek sekretaria pastaj mund të flasim në detaje për gjithçka juve ju intereson, duke zgjedhur pikërisht këto paketa dhe fati pastaj ju ndihmon, sepse dihet kur kemi një paketë dhe dim se çfarë duam të bëjmë në atë, a kemi parashikrim ditor, kemi javor, kemi mujor, a duam diçka që ta shikojmë se si ecin gjërat tona, jemi gati pastaj për të folur për diçka, gjithçka ju e doni në privat, nëpërmjet WhatsAppit apo Viberit. Por juve që doni që në kohën që ne jemi drejt për së drejti me juve dhe doni që të dërgoni një mesazh, duke dërguar mesazhin dhe pastaj jemi gati për të folur bashkë nëpërmjet direkt në privat ose keni diçka për më tepër se të dërguar një SMS, atëherë mund të merrni drejt për së drejti përgjigjen. Tani, pa humbur kohë, fillojmë me shenjat me radhë. Fillojmë me shenjën e parë, që është shenja e dashit. Periudha e shenjës së dashit duket se është një periudhë mjaft e mirë, surprizuese mund ta thosha unë, sepse dashët gjithmonë kanë atë kuptimin e jetës ose të gjërave që ata duan, por gjithashtu ka një ndikim mes çështjeve të punës, në lidhje me karrierën, në lidhje me vendimet që mund të merrni, por mos u shqetësoni sepse kjo periudhë ka disa ndikime shumë të mira edhe mund të përfitoni në lidhje me takime dhe gjëra të tjera që do të ndikojnë, por gjithsesi është një periudhë mjaft e mirë dhe shumë ideale. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me ujorët e dhjetëdijçit të parë dhe me virgjëresht e dhjetëdijçit të tretë, është diçka shumë pozitive. Madje është periudha juaj për të parë për jetën tuaj. Shkojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e demit. Periudha e shenjës së demit duket se disa çështje të lëna pezu, nëse flasim për çështjet e punës, duket se tani keni një moment
shumë pozitiv, duke bërë zgjidhjen e duhur në lidhje me takime pune, në lidhje me disa gjëra që vërtet është diçka shumë e mirë në lidhje me anën e biznesit të karrierës, në karrierën sidomos, sepse kjo periudhë është e juaja dhe ju përket juve në fushën e punës suaj. Por në dashuri, keni pa kujdes, sepse lidhjet me ujorët e diçit parë dhe virgjëresht e diçit tretë është perfektja, sepse do shikoni shumë gjëra të ndryshojnë në jetën tuaj. Shkojmë tek shenja e radhës, që do thot shenja e binjakëve. Për sa përket binjakëve, çfarë ndodh me binjakët? Binjakët do duket se tani në këtë periudhë kanë disa gjëra që vërtet janë të ndikuara në fushën e karrierës, janë të ndikuara në lidhje me biznesin, lidhje me karrierën tuaj, lidhje me disa mundësi të arta financiare, sepse financat lidhen shumë në këtë drejtim, është një mundësi shumë e mirë për sa përket zhvillimeve dhe ndryshimeve të njëpasnjëshme në fushën e ekonomisë suaj, por njëkohësisht edhe disa gjëra të tjera që do të keni mundësinë për zgjidhur problematikat tjera në anën tuaj. Megjithatë, çdo mundësi që keni, çdo shans që ju jepet, çdo çështje të rëndësishme që keni, është koha dhe periudha kur gjërat do ndodhin në lidhje me anën e biznesit, në lidhje me karrierën, në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me dashjet e diçit parë dhe me peshorët e diçit tretë është perfektja. Vijojmë tek shenja e radhës, do thotë gaforja. Për sa përket gaforeve, është një moment mjaft pozitiv për arsyet e punës suaj, por nëse do të flasim për çështjet e financave ose disa gjëra që vërtet mund të ndikohen, vërtet mund të arrini në konkluzionin për sa përket punës suaj, sepse gjithmonë keni të drejtë madhe në fakt kush di, por edhe pse keni pasur probleme, edhe pse keni pasur çështje të lëna pezull, dikur është një moment tani për të rregulluar, stabilizuar punën dhe stabilizimin ekonomik. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me dashjet e diçit parë, me peshorët e diçit të tretë, është perfektja. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë luani. Për sa përket luanëve, megjithëse luanët të duket se tani kanë mundësinë për zgjidhje të çështjeve problematike, për zgjidhje të çështjeve të punës, sepse është koha, është momenti më ideal, mund ta them, se luanët dinë shumë mirë çfarë do të bëjnë dhe ku do të shkojnë në fushën e karrierës së tyre, në fushën e biznesit. Në fushën e biznesit sidomos është momenti juaj në çështjet më madhore që do të keni, në çështjet më pozitive, në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me binjakët e diçit parë, me ujorët e diçit tretë është perfektja, por një problem i vogël është me peshkët e diçit parë, ku disa probleme që mund keni pasur, disa gjëra që juve keni, është momenti më i mirë i mundshëm për zgjidhje dhe jo vetëm. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me shigjetar dhe me dem janë perfekte. Shkojnë tek shenja e radhës, do të thotë shenja e virgjëreshës. Virgjëreshës do duket se gjithmonë virgjesha është në ndikimin dhe në bisedimin që do të kenë tani tutje, disa bisedime shumë të rëndësishme që ata kanë në anën e tyre të ekonomisë, një moment që është mjaft i mirë dhe është mund të kontriboni në anën tuaj të lidhjeve të ekonomike financiare, lidhje me biznesin, lidhje me çështjet pozitive, sepse është në ndikimin më të madh, në pozicionin planetar që juve ju ndihmon fati në këtë drejtim dhe i keni të gjitha mundësitë për të bërë zgjedhjen e duhur në anën ekonomike dhe në anën e biznesit, sepse lidhet shumë me biznes, por në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me dëmtë e diçit parë, ujorët e diçit tretë, është perfektja, edhe pse mund keni problematika të ndryshme, por është momenti më i mirë mundshëm për të arritur qëllimit. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me binjak dhe me ujor duken të mbara. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e peshores. Për peshorët, në fakt për peshorët duket se tani në këtë periudhë është një periudhë mjaft e mirë, një periudhë që lidhet drejt për së drejti me ekonominë dhe vazhdimsinë tuaj, por gjithsesi është koha më e mirë e mundshme tani ku gjërat të jenë pozitive, është karriera dhe momenti që juve do të keni në fushën e biznesit. Në lidhje me biznesin sidomos kjo kohë është mjaft e mirë dhe mund t'ju ndihmojnë për punën tuaj dhe për karrierën, kurse në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me dëmtë e diçit parë, ujorët e diçit tretë është perfektja, pak vëmendje do të bëni me dashtë të diçit të dytë. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e akripit.
me qenë se akrepët duket se tani për tani zgjidhin disa probleme të tyre që kanë pasur ose disa çështje që me të vërtet kanë mundësinë ose koha e duhur e zhvillimeve të tyre, por dhe momenti që ata kanë në anën e financave, duket me financat e kanë kohën e duhur për zgjidhje të problematikave në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me ujor të dhjetëdhjetit parë dhe me dëm të dhjetëdhjetit të tretë, duket se kanë një mundësi mjaft të mirë tani e tutje, ku do të zgjidhin gjërat e tyre në momentin e duhur për shumë gjëra që do të ndikojnë, do të rregullojnë punën e tyre dhe biznesin, lidhjen me biznesin do mos ka diçka shumë madhe në anën e tyre. Por gjithsesi, bëni pa kujdes në mos u nxitoni në marrje vendime të rëndësishme. Se nxitimet prishin Terezin dhe nuk është të mirën tuaj, prandaj sa më të kujdesshëm të jeni, aq më mirë për juve. Çështje shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me luan të dhjetëdhjetit parë dhe me peshk është Italia. Shkojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e shigjetarëve. Për sa përket shigjetarët duket se tani kanë një kohë shumë të rëndësishme. Është një moment që kjo periudhë është periudha që do të ndikojë, do të rregullojë, do të stabilizojë ekonominë tuaj dhe jo vetëm momentet që ju e keni, kohën që ju e keni, është një periudhë tepër pozitive dhe nga ana e biznesit ose të karrierës që ju e keni, është një moment dhe një mundësi shumë e mirë financiare lidhje me biznesin tuaj, sepse me biznesin ka të bëjnë dhe shumë gjëra të tjera që do lidhen me favorizimet ose kohën e duhur, por ana tjetër është pozicionimi i planeteve ku zgjidhen disa probleme shumë të mëdha, të janë probleme që çdo gjë ndodh, çdo gjë arrihet për diçka shumë të madhe, por në anën tjetër dhe momenti më i mirë i mundshëm për sa përket stabilizimeve dhe konkretizimit të një lidhjeje afatgjatë. Dhe kjo është koha më e mirë e mundshme. Çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me binjak dhe me luan duke në para. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e bricapëve. Për bricapët do duket se tani e tutje ka ardhur koha dhe momenti për të bërë zgjedhjen e duhur në anën ekonomike dhe në finance, lidhje me një ndryshim shumë të madh që do të keni tani e tutje. Këto janë ndryshime që vërtet hasim në jetën tonë, por duket se një moment që keni tani e tutje, një moment shumë i rëndësishëm ekonomik, e keni mundësinë, zgjidheni ditën e sotme, dita e sotme shumë ditë e mirë për të bërë zhvillimin dhe për të parë se si ecin gjërat, është momenti më mirë e mundshëm për ditën e sotme. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë bëjnë me dëm të dhjetëdhjetit parë dhe me peshorët të dhjetëdhjetit të tretë, është kohë mjaft pozitive. Në fushën e dashurisë, duket se kjo periudhë është një periudhë mjaft e mirë, sidomos në dashuri është me virgjëresh dhe me binjak të dhjetëdhjetit parë. Shkojmë tek shenja e radhës, do thotë shenja e ujorëve. Për ujorët duket se tani ka ardhur koha dhe momenti në fushën e punës dhe të karrierës është momenti i mirë, një çështje madhore zgjidhet pikërisht tani në ekonomi, kurse në dashuri keni me dëm dhe me akrep. Shkojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e peshqeve. Për sa përket peshqeve, peshqit duket se kanë kohën e tyre, kanë momentin më të mirë të mundshëm në ekonomi, edhe një lajm shumë i mirë që mund ta marrin ose një surprizë që mund të keni, një ofertë, mund t'i thonë po kësaj oferte sepse ka për t'ia vlerësuar. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bërë me virgjëresh, duket se është më e mira e mundshme që ndonjëherë. Këto ishin pak a shumë për sa përket pikërisht datës 19, data 19 dhjetor të 2025-s. Për juve që interesoni për parashikimet e detajuara, kemi astrologu.al, faqja Rosi shkon atje. Atje mund zgjidhni paketën tuaj dhe numrin për kadrës të blerjes dhe shkojnë tek sekretaria dhe flasin bashkë për gjithçka ju intereson rreth parashikimit tuaj nëpërmjet Viberit, WhatsAppit apo Skype-it. Për juve që doni që në kohën që ne jemi drejt për drejt me juve dhe doni që të dërgoni mesazh, kemi pikërisht këtë butonin këtu, e klikoni, e shikoni dhe jeni gati pastaj për të dërguar mesazhe dhe për të marrë drejt për drejti përgjigjen. Për juve që doni që në një moment të caktuar dhe doni që të dërgoni një mesazh për të marrë një përgjigje momentale, kemi membership. Duke klikuar, ja pra, e shikoni atje dhe jeni gati pastaj për të dërguar mesazhin dhe për të marrë jo vetëm përgjigjen, por jeni në privat, parashikim personal, pra përgjigje personale. Nga Unë Njërë Pulla, ju uroj më të mirën e mundshme. Gjithë mirë.